Në Gjirokastër u vu në sken drama Ndero Baban, një projekt i përbashkët mes teatrit Zihni Sako dhe teatrit publik të Puljas në Itali. Drama sjell në sken dy figura të forta femërore, Burrneshën shqiptare dhe Franca Violën, gruan italiane që në vitet 60 refuzoi martesën e detyruar. Shfaqja në 3 gjuhë, shqip, italisht dhe anglisht, është një reflektim mbi guximin, lirinë dhe rolin e gruas në shoqëri. Është kënaqësi që këtu në skenën e teatrit Zihni Sako vjen përsëri një performancë e mrekullueshme e këtyre artistëve shqiptar dhe italian. Unë mendoj se sjellin një model të bashkëpunimit i cili padyshim do të vijojë në shumë performanca tjera që do të jenë të pranishme në këtë skenë fal këtij kontributi dhe këtij bashkëpunimi që tashmë ka marrë dhe unë mendoj se do të jetë një rrugë e gjatë. Italia dhe Shqipëria janë bashkuar për të treguar këtë histori kaq të bukur. Qyteti i Gjirokastrës është vërtet i mrekullueshëm dhe e shijuam këtë eksperiencë në çdo aspekt. Përveç dramës, Java e Kulturës Italiane ofron shfaqje teatrore e projekcione filmash, duke tërhequr edhe turistë italianë që vizitojnë qytetin e Gurtë.